Kanë mbetur edhe pak orë nga viti i ri 2026. Me këtë rast do doja t'ju uroja të gjithë ndjekësve të mi në rrjetet sociale, të gjithë ndjekësve të mi në televizion, të gjithë shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, në luginën e Preshevës, Medvegjës, Bujanosit, të gjithë arbëreshve të Italisë dhe të gjithë shqiptarëve emigrant kudo në botë që janë krenaria jonë gëzuar dhe për shumë vjet vitin 2026. Është ndoshta momenti që këtë mbrëmje të lëmë mjanë shqetësimet e përditshme, mërit e vogla, sepse të gjithë duhet gëzojmë për fëmijët, të cilët nuk janë përgjegjës për shqetësimet e prindërve të tyre. Duhet gëzojmë për prindrit tanë, për nënat dhe baballarët, të cilët mas dekadash tëra punë kanë pasur vetëm një shqetësim, që t'i shohin ose vetëm një urim, që t'i shohin fëmijët dhe niprit e tyre në një jetë sa më të mirë dhe sa më të gëzuar. Njëkohësisht do doja t'ju uroja të gjithë ju që më keni ndjekur në rrjetet sociale apo në televizion që të kemi një vit të ri 2026 sa më të suksesshëm. Deri më sot, unë i kam përdorur rrjetet sociale të ndara nga televizioni, në mënyrë që shpeshherë ato që konsiderohen temat politike t'i trajtoja në televizion, ndërsa temat më sociale dhe ato që lidhen me udhëtimet dhe promovimin e Shqipërisë në rrjetet sociale. Por e shoh që ka ardhur koha për një bashkëpunim ose për një ndërthurje të dyja platformave bashkë, kështu që nga 2026 do të keni më shumë qëndrime të mijat edhe për temat e tjera politike, sidomos në Opinion Pikal në Instagram dhe në TikTok, në një mënyrë që të gjitha qëndrimet të bashkohen bashkë në një platformë komunikimi, dhe komunikimi është çelësi i sotëm i suksesit. Unë do jem më pranë jush dhe ju do jeni më pranë meje në një komunikim që do të na shërbejë të dyve bashkë. Përfitoj edhe një herë t'ju uroj, kudo që jeni, të gjithë shqiptarëve gëzuar e për shumë vjet 2026.